Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi në fjalën e tij në çelën e fushatës së Partisë Socialiste u shpreh se Vlora hyn në këtë garë si shembull tyra më kuptim plot e vizionit të Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Nga një qytet i degraduar, sipas Çuçit, Vlora u kthye në një perlë të mesdheut me rreth 150 projekte të mëdha publike vetëm në qytet dhe me qindra investime të tjera në çdo njësi administrative. Vlora hyn në këtë garë të dashur miq si shëmbëltyra më kuptim plot e vizionit të Partisë Socialiste dhe Edi Ramës dhe fuqisë transformuese të saj. Nga një qytet i harruar dhe i degraduar në një nga perlat e mesdheut, me lungomaren, bulevardi, rivitalizimin e qendrës historike, me aeroportin e ri ndërkombëtar, tunelin e Llogaras dhe me rreth 150 projekte të mëdha publike vetëm në qytet dhe qindra investime të tjera në çdo njësi administrative, ne kemi treguar se si përkthehet vota për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Nga Novosela në Ksamil, nga lumi i Vlorës deri në Finiq, nga Imara në Konispol, ndryshimi është ndjerë në çdo cep përgjatë gjithë Rivierës, si dhe në brendësi të fshatrave malore, ku infrastruktura e re ka hapur një dritare mundësish dhe perspektivë për gjithë qarkun duke sjellë mirëqenie, punësim dhe zhvillim në çdo skaj. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi u shpreh i bindur se më 12 maj, drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi u shpreh i bindur se në 12 maj Vlora do të zgjohet me 9 mandate deputeti për Partinë Socialiste, teksa ftoi të gjithë të bashkohen kësaj force politike. Edhe në mandatin e 4, tha Çuçi, do të vazhdohet ndryshimi i madh transformues në qarkun e Vlorës për ta kthyer atë në një motor ekonomik rajonal. Vim sot në shesh me 8 mandate të konsoliduara dhe ju premtojmë që do vim në datën 12 me 9 të tilla. Sepse qytetarët e këtij qarku dinë të njohin ndryshimin, dinë të besojnë tek ata që punojnë dhe janë mjaftueshëm të mençur për të mos hedhur votën dëm në kënet. Edhe në mandatin e 4 do të vazhdojmë këtë rrugtim transformues. Aeroporti i ri i Vlorës do të jetë funksional për të pritur turistë nga gjithë bota. Vlora, Saranda, Himara me porte marina të reja dhe infrastrukturë sipas modelit më të mirë të rivjerave europiane do të bëhen nga kartolinat më të bukura turistike të mesdheut. Gjithashtu do të ndërtojmë rrugën e re të bregut Vlorë, Himar, Sarandë, bypassin e Sarandës dhe shumë projekte të tjera në Selenic, Finiq, Delvin, Konispol për ta kthyer qarkun e Vlorës në një motor ekonomik rajonal. Ne nuk kërkojmë vetëm votën e socialistëve, por të çdo qytetari që beson se Europa është destinacioni ynë natyral. Kështu që më 11 maj le ta përfundojmë bashkë të betejë për të ndasive të vjetra, të majtë, të djathtë, të rinjë, të mshuar. Bashkohuni në numrin 5, bashkohuni tek Partia Socialiste. Sepse vetëm me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, Shqipëria do fitojë betejën për pasaportën europiane për çdo shqiptar brenda vitit 2030. Rov Vlora, rov Shqipëria europiane.